Predikimi bindës, pjesa e 2. Veprat e apostujve 26, 1-32. Le t'i hapim Biblia tona te Veprat e apostujve, kapitulli 25. Do t'ju lexoj një pasazh të gjatë nga shkrimi. Në fakt, e di se kjo është diçka shumë e pazakontë në Amerikë. Pavarësisht nga fakti që Biblia thot se duhet i kushtohemi leximit publik të shkrimit. Dëshiroj t'ju inkurajoj që ta merrni seriozisht leximin e Biblës. Le të jemi mjaft të përulur sa ta pranojmë që shpesh, me hirin e Perëndis, leximi ynë besnik i tekstit do të jetë shumë më i dobishëm për ne se sa përpjekjet tona për ta shtjelluar atë, sidomos nëse e lexojmë me kujdes dhe qartësi. Disa prej nesh kanë nevojë që ta praktikojnë leximin personal me zë të shkrimit, pasi nuk lexojnë shumë mirë. Është mirë që t'u tregojmë njerëzve tanë jo një formë derimi të Biblës, e cila mund të duket si idhujtari, por atë formë derimi që demonstron diçka nga përkushtimi ynë i thellë ndaj tekstit dhe përpjekjen tonë për të qenë shërbëngjës të tij. Me këtë që kam thënë nuk e di se ç'më pret, por nuk ka problem. Jam i kënaqur që ju të më hetoni edhe në lidhje me këtë gjë. Veprat e apostujve 25. Do t'ju lexoj nga vargu 23 dhe deri në fund të kapitullit 26. Kështu të nesërmen, Agripa dhe Berenikja erdhën me shumë madhështi dhe, mbasi hynë në auditor me kryemijësit dhe me burrat e shquar të qytetit, me urdhër të festit, u sol pali. Atëherë festi tha: "O mbret Agripa dhe gjithë ju burra që jeni të pranishëm bashkë me ne, ju po shihni atë, kundër të cilit gjithë turma e judenjve mu drejtua mua në Jerusalem dhe këtu, duke thirrur se nuk duhet të jetoj më. Por unë, duke parë se s'ka bërë asgjë që të meritoj vdekjen, dhe duke qenë se ai vetë i është apeluar perandorit, vendosa ta dërgoj. Dhe duke qenë se s'kam asgjë të sigurt që t'i shkruaj tim Zoti për të, prandaj e solla para jush, dhe më tepër përpara teje, o mbret Agripa, që si të bëhet hetimi të kem t'i shkruaj, sepse më duket e parësyeshme të dërgosh një të purgosur pa shënuar akuzat kundër tij." Atëherë Agripa i tha Palit: "Ke leje të flasësh për veten tënde." Dhe Pali e shtriu dorën dhe nisi të bëjë mbrojtjen e tij. "O mbret Agripa, e quaj veten të lumtur që ka mundësi sot të mbrohem para teje për të gjitha ato që më kanë fajsuar judenjt, veçanërisht sepse ti i njeh të gjitha zakonet dhe çështjet e judenjve, prandaj të lutem të më dëgjosh me durim. Jetën time pra, që prej djalërisë, që e kalova që në fillim në mes të kombit tim në Jerusalem, e din gjithë judenjt. Më njohin që në fillim dhe mund të dëshmojnë, po deshën, se kam jetuar si farise, sipas sektit më të drejtë të fesë sonë. Dhe tani ndodhem para gjyqit për shpresën e premtimit që u ka bërë Perëndia etërve tanë, premtim të cilin 12 fiset tona, që i shërbejnë me zell natë e ditë Perëndis, shpresojnë të arrijnë. Për këtë shpresë, o mbret Agripa, akuzohem nga judenjt. Përse vallë mendohet ndër ju se është e pabesueshme që Perëndia i ringjall të vdekurit? Tani sa për mua, unë mendoja me vete se duhet të bëja shumë kundër emrit të Jezusit Nazarenas. Dhe këtë edhe e bëra në Jerusalem, mbasi mora pushtet nga kryepriftërinjt, mbylla në burg shumë nga shenjtorët dhe kur u vran, dhash votën. Dhe shpesh, në për të gjitha sinagogat, i ndëshkoja dhe i detyroja të blasfemojnë dhe me zemërim të madh kundër tyre i kam përndjekur deri në qytetet përtej. Në këto e sipër, kur isha duke shkuar në Damask, me autoritet dhe me lejen nga kryepriftërinjt, në mesditë, o mbret, në rrugun pash një dritë nga qielli që ndriçonte më shumë se dielli, e cila ndriti rreth meje dhe rreth bashkëdhëtarëve. Dhe si ram të gjithë në tokë, dëgjova një zë që më foli dhe më tha në gjuhën hebraike: "Saul, Saul, pse më përndjek? Është e rëndë për ty të godasësh me shkelm kundër gjembave." Dhe unë thash: "Kush je ti, Zot?" Ai tha: "Unë jam Jezusi, të cilin ti përndjek. Por çohu dhe qëndro në këmbë, sepse për këtë të jam shfaqur, që të vësh shërbyes dhe dëshmitar për ato që pe dhe për ato me të cilat do të dëftehem, duke të zgjedhur ty nga populli dhe nga kombet, tek të cilët po të dërgoj tani, që t'u çelësh syt atyre dhe të kthehen nga errësira në dritë dhe nga pushteti i Satanit te Perëndia, që të marrin me anë të besimit në mua faljen e mëkateve dhe trashëgim midis të shenjtëruarve." Prandaj, o mbret Agripa, unë nuk u bëra i pabindur ndaj vegimit qiellor. Por në fillim, atyre në Damask, pastaj në Jerusalem, në mbar krahinën e Judes dhe kombeve, u kam shpallur të pendohen dhe të kthehen te Perëndia duke bërë vepra të denja pendimi. Për këto gjëra judenjt, mbasi më kapën në tempull, u orvatën të më vrasin. Por me ndihmën që patan nga Perëndia, po qëndroi deri në këtë ditë, duke u dëshmuar të vegjëlve dhe të mëdhenjve,
duke mos thënë tjetër përveç atyre që profetët dhe Mojsiu thanë se do të ndodhnin, se Krishti do të vuante dhe se, duke qenë i pari që do të ringjallej prej së vdekurish, do t'u lajmëronte dritën popullit dhe kombeve. Dhe ndërsa Pali i thoshte këto në mbrojtje të tij, Festi tha me zë të lartë: "Pal, ti je i çmendur. Studimet e shumta të kanë bërë të shkallosh." Por ai i tha: "Unë nuk jam i çmendur," fort i shkëlqyer i Fest. "Por them fjalë të së vërtetës dhe të mendjes së shëndosh, sepse mbreti, të cilit unë po i flas lirisht, është i mirë informuar për këto gjëra, sepse unë jam i bindur se asnjën nga këto gjëra nuk është e panjohur për të, sepse e gjithë kjo nuk është bërë në një qoshe. O mbret Agripa, a u beson profetëve? Unë e di se ti beson." Atëherë Agripa i tha Palit: "Për pak dhe po ma mbush mendjen të bëhemi krishterë." Por Pali i tha: "I lutem Perëndis që në pak ose në shumë kohë, jo vetëm ti, por edhe të gjithë ata që sot po më dëgjojnë, të bëhen të tillë, siç jam edhe unë, përveç këtyre zinxhireve." Dhe si tha këto gjëra, mbreti u ngrit, me të dhe qeveritari dhe Berenikja dhe ata që ishin ulur me ta. Mbasi u tërhoqën, flisnin me njëri tjetrin dhe thoshin: "Ky njeri nuk bën asgjë që të meritoj vdekjen ose prangat." Atëherë Agripa i tha Festit: "Ky njeri mund të lirohej, po të mos i ishte apeluar Cezarit." O atë, ndërsa kthehemi te Bibla, na mëso atë që nuk e dim. Na jep atë që nuk e kemi. Na bëj ata që nuk jemi. Për hir të birit tënd. Amen. Do t'i kthehemi tani çështjes së predikimit ndaj vullnetit, ose siç e përkufizuam sërish herën e kaluar, çështjes së predikimit bindës, ose predikimit që përpiqet t'i bindë njerëzit. John Newtoni, në kohën e tij, duke e dalluar sfidën e veçantë që përfshihet në këtë gjë, u shkroi fjalët e mëposhtme kolegëve të tij. Nuk duhet të shkurajohemi nga moskokçarja ose kokëfortësia e atyre që nuk e dinë se çfarë po bëjnë. Jemi të vetëdijshëm për vështirësinë, po, për pamundësinë e suksesit në përpjekjen tonë për të shpëtuar shpirtrat e dëgjuesve tanë, nëse do të na duhej që të mbështeteshim vetëm në argumentet ose zellin tonë. Nuk duhet të gjejmë justifikime, por duhet të bindemi. Detyra jonë është që ta përcjellim mesazhin tonë dhe në çastet tona më të lumtura ta ujitim atë mesazh me lutjet tona dhe me lotët tanë. Pasi ta kemi bërë këtë gjë, nuk mund të bëjmë dot më tepër. Rrjedha e ngjarjeve duhet t'i lihet në dorë atij në emrin e të cilit jemi duke folur. Nuk duhet ta ndrydhim apo ta fshehim atë që jemi urdhëruar të shpallim, dhe as nuk duhet që me vullnetin ton të shtojmë gjëra për t'ia përshtatur shijes ose paragjykimit të dëgjuesve tanë. Sikurse Ezekieli, ne jemi urdhëruar që t'u predikojmë dhe t'u profetizojmë kockave të thata, dhe ai që na dërgon mund t'i bëj kockat e thata që të jetojnë. Kjo është e shkëputur nga Vëllimi 4, faqja 89 e librit The Works of John Newton, veprat e John Newtonit. Secilit prej nesh që i është dhënë privilegji për të qëndruar në këtë pozitë, e dallon vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e fjalëve të Newtonit. Kur u përpoqëm ta nisnim këtë temë herën e kaluar, vum re se ka 3 gjëra në veçanti, të cilat mund t'i identifikojmë dhe që janë armiqtë e predikimit që përpiqet t'i bindë njerëzit. Ato janë pështjellimi në lidhje me mesazhin ton, frika në lidhje me pasojat e shpalljes së mesazhit dhe moskokçarja në lidhje me gjendjen serioze të atyre që po e dëgjojnë mesazhin ton. Për këtë arsye po e shohim këtë pasazh tani. Pra, mbrojtjen e Palit përpara mbretit Agripa, sikurse e ka regjistruar Luka për ne në mënyrë të mrekullueshme. Shpresoj që edhe ju do të jeni po aq të gatshëm sikurse edhe unë për të parë nëse në fjalimin e Palit përpara këtyre individëve mund të gjejmë 3 gjëra që i luftojnë 3 armiqtë e predikimit bindës. Pra, sa karakterizohet mbrojtja e Palit përpara Agripës nga qartësia, autoriteti dhe ndjesia e urgjencës? Sepse nëse frika, pështjellimi dhe moskokçarja janë armiqtë e predikimit që bind, atëherë qartësia, autoriteti dhe urgjenca janë miqtë e tij. Sfondi i veprave të apostujve 26. Me këtë gjë i kemi caktuar vetes një detyrë shumë të vështirë, pasi kemi të bëjmë me shumë material. Prandaj do t'ju marr dhe do t'ju sjell brenda tekstit, aty ku jam edhe unë. Kështu, disa prej jush mund të pyesin, si i bën këto gjëra, ose çfarë po bën? Do të mësoni diçka edhe nëse mësoni që t'i shmangeni asaj që po bëj unë. Fjala e parë që kam shkruar në shënimet e mia është sfondi. Thjesht shkrova fjalën sfondi, që të mund të sigurohem të flas mjaftueshëm për të, jo më shumë se duhet, por mjaftueshëm, sa për t'i marrë me vete ata prej jush, të cilët nuk i prek fare mbrojtja e Palit përpara mbretit Agripa.
Duhet të kthehemi te kapitulli 24 për të zbuluar faktin që Palin e kanë akuzuar si njeri që shkakton trazira. Ato e kanë akuzuar si njeri që shkakton trazira. Veprat e Apostujve 24:5. Sepse gjetëm këtë njeri si murtaj dhe që shkakton trazira midis gjithë judenjve që janë në botë. Ky është një pretendim mjaft pa baza, por është domethënës, pasi në të ka një masë të konsiderueshme të vërtete. Qeveritari romak Feliksi e kishte dëgjuar çështjen e Palit pa dhënë ndonjë vendim. Luka na thot se ndoshta ai shpresonte të merrte ndonjë ryshfet që ta lironte Palin nga burgu. Mirë, po nuk ju dha asnjë ryshfet. Ai dhe Druzila dëgjuan një predikim mjaft shqetësues në lidhje me marrëdhënien e tyre kur është shkelëse. Pali u dha mundësi që të shijonin pak drejtësi dhe përmbajtje dhe përgjigjen e ardhshëm. Ndoshta ky nuk ishte as pak një predikim që nuk cënonte askënd nga ana e dikujt që priste ta lironin. Ç'njeri i çuditshëm që është ky apostull. Prandaj Feliksi e la Palin në burg dhe pasi kaluan 2 vjet, qeveritari u ndorrua dhe vendin e tij e zuri festi. Ky i fundit zbuloi shumë shpejt se kjo çështje ishte shumë e vështirë. Pali ju apelua Cezarit në vend që të kthehej në Jerusalem, siç po e nxiste festi, dhe si rrjedhoi, festi po përpiqej të gjente një mënyrë për të përgatitur dosjen e tij, për ta dërguar këtë të përgosur para Cezarit sipas apelit të tij. Kur dëgjoi se mbreti i judenjve dhe gruaja e tij po vinin për vizitë, ai duhet të ketë thënë me vete: "Kjo është fantastike. Do ta përdor këtë si mundësi për ta hequr qafe këtë tipin, Palin, dhe ndoshta do të kem një jetë më të rehatshme." Ndodhi që festi, duke e mirëpritur mbretin, filloi t'i jepte atij një raport. Tani jemi diku te vargu 14 i kapitullit 25, kur Agripa dhe Berenikia mbërrin në Cezare për të përshëndetur festin. Ky ishte vargu 13. Pasi ata qëndruan atje për disa ditë, festi e shfrytëzoi mundësinë për ta diskutuar rastin e Palit me mbretin. Këtë na thot Luka. Nëse keni Biblën të hapur, do ta shihni që këtu festi thot: Feliksi ka lënë të burgosur një far njeriu. Kjo është një mënyrë shumë shpërfillëse për t'ju referuar Palit, apo jo? Një far njeriu. Atje kishte disa të burgosur. Nuk dua të harroj të them diçka që më ka bërë shumë përshtypje. Në përmbyllje, në fund të kapitullit 26, vini re mënyrën pa respekt se si flasin këta dy njerëz pasi Pali ka dhënë mbrojtjen e tij. Ky njeri mund të lirohej. A nuk ka ai një emër? A nuk mund të referoheni atij me emër? Feliksi ka lënë të burgosur një far njeriu. Ai është këtu poshtë. Ai është bezdi e madhe për mua dhe vras mendjen nëse mund të më ndihmosh me rastin e tij. Ndërsa ai i ritregon rrethanat nga vargu 14 deri në 21, Agripa i thot se është vërtet i interesuar për këtë rast. Te vargu 22, ai i thot: "Do të doja edhe unë ta dëgjoja këtë njeri. Le ta sjellim atë burr këtu dhe të mësojmë më tepër rreth rastit të tij." Sigurisht që ky njeri është njeriu i Perëndis. Kur je njeri i Perëndis, nuk të tregojnë gjithmonë respekt, apo jo? Sidomos kur përballesh me rrethana sfiduese. Prandaj zbulojmë që ekziston një derë e madhe mundësie, e cila do të hapet në 2 drejtime. Nga njëra anë, ajo hapet drejt Agripës, i cili do të dëgjojë një prezantim breslënës dhe të mrekullueshëm për fuqinë transformuese të Jezusit në jetën e apostullit Pal dhe në jetët e të tjerëve. Dhe dera që hapet për Agripën, që të dëgjojë, është e njëjta që hapet për Palin, që të predikojë. Në seminarin ton herën e kaluar, në të cilin morën pjesë disa prej nesh, kishte disa pyetje të tilla si ta trajtosh predikimin përgjatë pjesëve të narrativës, sidomos kur ka pjesë të gjata? Në thelb, përgjigjja është kjo: me kujdes, duke shpresuar që ta bëni këtë me lutje dhe me sukses. Mirë, po unë shkova që të kontrolloja, sepse para disa vjetësh, në vitin 2005, kishim kaluar përmes librit të veprave të apostujve, dhe kjo sërish vlen për ju që po e vrisni mendjen për gjërat. Kur u ktheva dhe e kontrollova, zbulova se materialin që po përpiqem të trajtoj tani në një tentativë të vetme, në tetor të vitit 2005 e trajtova në 3 predikime. Në fillim predikova nga vargu 1 deri te vargu 15. Pastaj bëra një predikim mbi vargjet 16, 17 dhe 18. Po të shihni ato vargje, do ta kuptoni pse duhej një ndalim i qëllimshëm atje. Pastaj fola mbi vargjet 19 deri në 32. Zgjodha që ta bëja këtë gjë kësaj here, sepse mendoj se kalimi shpejt na ndihmon, dhe kështu nuk do të ngecim. Të paktën shpresoj që nuk do të ngecim. Dakord? Pra, ky ishte sfondi. Kaq do të them për të. Përgatitja e skenës. Së dyti, ajo që kam shkruar në shënimet e mia është kjo: më konsidero skenën, mendo për skenën, ose tani do të kalojmë nga sfondi në plan të parë. Çfarë shohim në plan të parë? Në plan të parë kemi prezantimin e një drame që shpaloset në praninë e Palit dhe të tjerëve. Vargu 23.
Kështu të nesërmen, Agripa dhe Berenikja erdhen me shumë madhështi dhe mbasi hyn në auditor me kryemijësit dhe me burrat e shquar të qytetit. Fjala greqisht e përdorur këtu është fantasia. Nga kjo vjen fjala jon fantastik. Kjo tregon salltanetet dhe rangun e këtyre individëve. Sigurisht që kjo ishte një ngjarje shumë e madhe. Ata nuk hyn nga dera e pasme. Ata do të vinin me shfaqjen e plotë të lavdisë dhe rëndësisë së tyre. Ja tek po vinë. Oh, shiko, ky është Agripa. Po ajo gruaja e tij është? Po. Kush është ai tipi i shëndosh pas tyre? Oh, nuk e di. Ndoshta një nga zyrtarët e tyre. Oh, mirë. Herodi dhe e shoqja janë këtu. Mbreti Herod dhe e shoqja janë këtu. Shkrup i larmishëm, i moral dhe i neveritshëm. Stërgjyshi i këtij burri që po vjen ishte përgjegjës për masakrën e foshnjave në Betlehem. Gjyshi i tij ishte ai që i preu kokën Gjon Pagëzorit, kurse babai i tij ishte ai që vrau apostullin Jakob dhe pastaj vdiq në mënyrë të tmerrshme për shkak të blasfemisë së tij. Nuk ka pse ta bëjmë përgjegjës këtë person për gjithçka që ka ndodhur përpara tij. Megjithatë, kjo nuk është një prejardhje shumë e mirë familjare. Është për të ardhur keq. Dhe tani po shfaqet damarim amerikan, i cili është të paktën 1/3, nëse nuk po i afrohet gjysmës. Pra, duket se është për të ardhur keq që dëgjojmë tregimet e trishtueshme për familjet mbretërore në çdo kohë dhe në çdo vend. Kurdoherë që njerëzit marrin mbi vete një të drejtë që nuk u takon, duket sikur nuk ka caqe për atë që ata ndihen se mund të bëjnë ose të thonë. Kjo është skena apo jo? Mendoj se Luka na e bën të qartë dallimin. Shumë madhështi. Dhe rrethanat, kryemijësit, burrat e shquar të qytetit. Pastaj vini re fjalin, me urdhër të festit u soll pali. Prandaj nuk ju krijohet përshtypja se të gjithë ata ishin të pranishëm. Dhe pastaj, në fund, hyri predikuesi, duke kaluar mes përmes tyre dhe e prezantuan. Ky është ai që do të na predikoj sot. Jo, ka më tepër të ngjarë që ata ta kenë futur nga një derë anësore, ta kenë sjell, ta kenë shtyr, ta kenë nxjerr përpara gjithë këtyre njerëzve me pushtet, përpara të fuqishmëve, përpara gjithë këtyre njerëzve të rëndësishëm. Me fjalë të tjera, në këtë skenë të krijohet përshtypja se këtu na jepet një tablo e kishës përpara botës. Sepse një vëzhgues i mirë do ta shihte këtë skenë dhe do të thoshte: ku gjendet pushteti në këtë skenë? Kujto do t'i falej nëse do të thoshte: e po, sigurisht që pushteti duhet të jetë te gjithë kjo madhështi. Sigurisht që duhet të jetë te mbreti, te froni, te Berenikja, te zyrtarët e lartë e kështu me radhë. Kurse te ky personazh i dobët, zor se mund të ketë ndonjë thërrim me pushtet, pavarësisht se nga e ka nxjerr apo cila mund të jetë historia e tij. Në fakt, duket që kisha gjithmonë është forcuar në histori atëherë kur e kanë nxjerr të lidhur me zinxhir përpara autoritetit, pushtetit dhe madhështisë së shtetit. Ja pse në studimin ton të historisë së kishës, na është dashur që gjithmonë të debatojmë nëse kthimi në besimi Konstantinit ishte një plus apo një minus për kishën e re. Para disa vjetësh, shkova në Kinë për herë të parë dhe takova njerëz nga kisha e fshehtë. Fola me ta në lidhje me natyrën e gjërave që po ndodhnin. Ata ishin teje të qartë që, pavarësisht nga gjithë trishtimi që ka të bëjë me natyrën e revolucionit kulturor në vetë dobësinë e tyre, ata dallonin farat e asaj që është rritur me shpejtësi dhe është bërë një kishë shumë e gjallë sot në Kinë. Me qira fjala, kjo është një kujtesë. Këtë e shkrova në shënimet e mia, thjesht për ta inkurajuar veten. Isaia 40:23. Pra shkrova këtë: vini re, ai i ka ta ndis princat në hiç dhe i bën të panevojshëm gjykatësit e tokës. Ai i ka ta ndis princat në hiç dhe i bën të panevojshëm gjykatësit e tokës. Pyesni Nebukadnecarin, pyesni Darin, lexojeni Biblën. Tani le të lëvizim sa më shpejt që të mundemi gjatë 18 vargjeve të para të kapitullit 26. Vini re rrjedhën e ngjarjeve ashtu siç na e ka dhënë Luka. Në vargun 22 të kapitullit pararendës, pra kapitulli 25, pasi festi ka bërë prezantimin e tij, Agripa i thotë: do të doja edhe unë ta dëgjoja këtë njeri. Në fund të vargut 22 thuhet: nesër do ta dëgjosh. Pastaj në vargun 23 thuhet: kështu të nesërmen. Ndërsa në vargun 24, atëherë festi tha: dakord? Do të doja edhe unë ta dëgjoja këtë njeri. Nesër do ta dëgjosh. Kështu të nesërmen, festi tha. Thjesht po hamendësoj, po e imagjinoj, por mund ta shoh se si e ndërpret mbreti fjalimin e festit aty nga fundi i kapitullit 25 dhe i thot: fest, thash që do të doja ta dëgjoja atë. Ty të dëgjova dje. Nuk dua të të dëgjoj sërish sot. Pastaj ai thot palit e Veprat e Apostujve 26:1.
ke leje të flasësh për veten tënde. Pastaj jepet një hollësi e vogël, të cilën e prisnin nga një shkrimtar aq i disiplinuar sa Luka. Dhe pali e shtriu dorën. Kjo tingëllon paksa shekspiriane, apo jo? Çfarë bëri pali? Nuk e di. Megjithatë, ai bëri shenjë me dorë dhe tha: "Dakord." Ose diçka të tillë. Mirë, le të fillojmë. Nuk e di se ç'bëri, por ai bëri shenjë me dorë dhe filloi mbrojtjen e tij. Këtë duam ta trajtojmë shpejt. Por së pari ai u tha: "Me sinqeritet dua të them, o mbret, se unë isha një talent fetar. Unë isha më i famshëm i farisejve. Ashtu si në rastin e një sportisti që bëhet tepër i famshëm, i tillë isha edhe unë në komunitetin fetar. Nuk e kuptoj tamam arsyeën, por sfondi im, arsimimi, familja ime dhe çdo gjë tjetër bën që unë të spikatja mes gjithë të tjerëve. Njerëzit e din. Kush tjetër mund të thoshte, ju denjtë e din se si kam jetuar që nga fëmiria ime?" Me fjalë të tjera, kishte diçka në lidhje me mënyrën se si ishte rritur, e cila e bënte palin të dallohej. Që në fillim në mes të kombit tim në Jerusalem, e din gjithë judenjtë. Më njohin që në fillim dhe mund të dëshmojnë, po deshën. Dhe tani ndodhem para gjyqit për shpresën e premtimit që u ka bërë Perëndia etërve tan. Shpresën e premtimit që u ka bërë Perëndia etërve tan. Tani kur e lexojmë dhe e studiojmë Biblën, duhet të vendosim se në cilën pikë do të ndalojmë, sidomos kur jemi në pjesë narrative. Do t'ju sugjeroj që kur arrim te një fjalë apo te një frazë si kjo, ky është rasti i mirë për të ndaluar. Jo për të thënë 1.000.000 gjëra, por aq sa për të siguruar që e kuptojmë atë që po thot pali, që pastaj të mund t'u tregojmë bashkësive tona pse kjo është e rëndësishme. Nuk është gjë e mirë që të ndalojmë dhe ta intrigojmë bashkësinë tonë me material që thjesht të kudulis veshët ose i intrigon, gjëra të cilat në të shumtën e rasteve nuk kanë rëndësi. Mirë po, në rrethana të tilla, kjo është e rëndësishme. Dëshiroj t'ju tregoj pse është e tillë dhe ta vërtetoj atë që po them. Kjo, thot ai, është për shkak të shpresës që kam. Prandaj jam në këtë situatë. Shkoni te Veprat e Apostujve 23:6. Ai gjendet përpara Sinedrit. Disa nga anëtarët janë saducenj, ndërsa disa janë nga grupi i farisejve. Në pjesën e dytë të vargut 6, ai thot: "Burra, vëllezër, unë jam farise, bir fariseu, unë po gjykohem." Ja pra ku jemi, për shkak të shpresës dhe të ringjalljes së të vdekurve. Prandaj po gjykohem. Kapitulli 24:15. Le të kthehemi pak pas te vargu 14. Duke u besuar të gjitha gjërave që janë shkruar në ligjin dhe te profetët, duke pasur shpresë në Perëndin, të cilën edhe këta e kanë, se do të ketë një ringjallje të vdekurve, qoftë të të drejtëve, qoftë të të padrejtëve. Kjo vazhdon deri në fund të Veprave të Apostujve, saqë në fund të kapitullit 28, kjo do të jetë referenca e fundit, pra te Veprat e Apostujve 28, atje ku i ka njerëzit afër vetes, në vargun 20 ai thot: "Për këtë arsye, pra, ju thirra, që t'ju shoh dhe t'ju flas, sepse për shpresën e Izraelit jam lidhur me këtë zinxhir." Ka një ironi dramatike në këtë gjë, dhe ai po llogarit faktin që për shkak se Agripa është jude, do të nuhas diçka nga mospërputhja e kësaj deklarate. Pse vallë jam këtu, i burgosur, duke ju apeluar Cezarit dhe duke u mbrojtur përpara teje për hir të shpresës që populli i ynë i Izraelit e ka pasur për shekuj me radhë? Me fjalë të tjera, kjo shpresë, do me thënë, siguria e një realiteti që ende nuk është përjetuar, ishte bindja që kishte populli i Izraelit që Perëndia do të vinte një herë dhe do ta çlironte popullin e tij në të njëjtën mënyrë siç kishte vepruar kur ata ishin skllëvër në Egjipt, dhe se kur ta bënte këtë, ai do të ngrinte një flamur shpëtimi nga shtëpia e Davidit. Nëse e doni referencën, lexoni këngën e Zakarias në fund të Lukës 1 dhe do të zbuloni që e njëjta frazeologji dëgjohet edhe nga buzët e tij. Ai e këndon këtë këngë në dritën e shpresës së Izraelit, sepse te ky fëmijë, te Jezusi, kemi dritën që ndriçon popullin ton të Izraelit, kemi shpresën e jo hebrejve e cila do të vijë. Ishte kjo shpresë e cila i dha jetë, i dha kuptim, i dha qëllim të gjitha ritualeve të mëngjesit dhe të mbrëmjes, të gjitha flijimeve të mëngjesit, mbrëmjes, të gjitha lutjeve të 12 fiseve, 26:7. Do me thënë, të gjithë kombit në të rësinë e tij. Shpresa e Izraelit ishte ajo që i mbante, sepse ata po shikonin, po pristin, po vigjilonin. Të gjitha këto ide vinin që nga profetët. Ata prisnin ditën kur do të vinte dikush i cili do t'i mishëronte të gjitha këto dimensione.
Një profet që do t'i fliste paditurisë së tyre, një prift që do t'i mbarte të gjitha paudhësitë e tyre, një mbret që do të sundonte dhe do të mbretëronte për ta nënshtruar të gjithë rebelimin e tyre. Dhe tani, thot Pali, dua që ta dini se arsyeja pse jam këtu përpara jush, çështja nuk është ringjallja, sepse ne të gjithë besojmë në ringjalljen, me përjashtim të saducenjve. Prandaj, ne të gjithë besojmë se ka një ringjallje. Jo, unë jam përpara jush këtu i lidhur, sepse jam këtu për t'ju folur për ringjalljen e Jezusit Nazarenas. Është shumë interesante. Kjo është diçka shtesë, por a nuk është interesante që mund të bisedoj me njerëzit për ringjalljen, për idenë që jeta vazhdon për te i varrit? Dhe njerëzit na flasin gjëre gjatë dhe i eksplorojnë mundësitë deri në pikën që u thoni. E po, a e ke menduar ndonjëherë që Jezusi Nazarenas u ngrit prej së vdekurish, që ai është i vetmi? Oh, jo, nuk mund ta besoj dot këtë. Jo. Oh, e kuptoj, dakord. Ti pra nuk ke problem me idenë e ringjalljes. Të pëlqen ideja e rimishërimit, por nuk të pëlqen ideja e mishërimit. Mendoj se bëhet fjalë vetëm për një bashkëtingëllore dhe për një zanore, por duket se ato janë shumë të rëndësishme. Kështu qenka, kjo ndodh gjatë gjithë kohës, apo jo? Ndoshta do të mendoje se Perëndia i kësaj epoke i ka verbuar mendjet e njerëzve që ata të mos kenë mundësi dhe të mos e shohin dritën e lavdisë së Krishtit në Ungjil. Kalimi që bën Pali është shumë interesant. Duket sikur ai shkon deri te vargu 8 me këtë pyetje retorike. Përse vallë mendohet ndër ju se është e pabesueshme që Perëndia i ringjall të vdekurit? Dhe atëherë ndoshta një si sinjal alarmi i ra në mendje dhe tha: "E po prisni pak. Ndoshta duhet të tërhiqem për një çast." Prandaj ai thot: "E po, më lejoni të tregohemi sinqert. Le të tregohemi të sinqert për gjërat." Vargu 9. Tani sa për mua, unë mendoja me vete se duhet të bëja shumë kundër emrit të Jezusit Nazarenas. Prandaj në vargjet 9, 10 dhe 11, ai tregon për kohën e tij të kundërshtimit dhe përndjekjes. Në vargjet 12 deri në 18, ai u tregon historinë e ndërhyrjes së Perëndisë. Prandaj u thot: "Jam këtu i burgosur për shpresën e Izraelit, për ringjalljen në të cilën besojmë." E di se keni vështirësi ta pranoni atë që po them për Jezusin. Këtë mund ta kuptoj, sepse edhe unë kështu ndihesha në lidhje me Jezusin. Ka diçka që të çarmatos në mënyrë të jashtëzakonshme në lidhje me këtë gjë në marrëdhëniet tona ndërpersonale, në bisedat tona me njerëzit nëpër kafene e tjerë. Disa prej nesh i çojnë dëm mundësitë duke u treguar të ashpër dhe e mbyllin me vargun 8. E po, pse mendon se është e pabesueshme që njerëzit të ringjallen prej së vdekurish, ti pagan qesharak? Ditë të mbar. Jo, ai nuk po i pyet me këtë ton zëri. Ai tha: "Ne kemi rënë dakord për këtë gjë, apo jo?" Për më tepër, nuk kam menduar gjithmonë kështu. Unë e kundërshtoja Jezusin. Unë isha përndjekës i atyre që e duan Jezusin. Pastaj, duke e marrë me mend se ç'po ndodhte në mendjet e dëgjuesve të tij, ai u thot: "Dua t'ju tregoj pse nuk jam më ai njeri, sepse duket qartë që nuk jam më i njëjti. Prandaj kam dalë përpara jush për të dhënë mbrojtjen time." Dhe më pas, ai u tregon historinë e ndërhyrjes së Perëndisë në jetën e tij. Monologu i Palit do të kthehet në një dialog. Papritmas, dialogu do të zhvillohet, i shkurtër, i shprehur qartë, mbërthyes dhe bindës. Papritmas do të ketë një bashkëbisedim të shpejtë që do t'i kalojë caqet e hieshis. Ai e ka paraqitur informacionin. Ju e dini, e shihni, por nuk kam për qëllim të qëndroj aty. Pastaj ai arrinte reagimi i tij. Prandaj, në vargun 19. Arsyeja pse disa prej nesh nuk arrin të krijojnë një lidhje me dëgjuesit është nga që nuk arrin te pika prandaj. Arsyeja pse disa prej nesh në fakt nuk e japin mësim Biblën është nga që fillojnë me pikën prandaj dhe nuk arrin kurrë te Bibla. Është vetë materiali didaktik ai që i jep domethënie reagimit prandaj. Kështu, nëse nuk jemi gati për të bërë atë që është e nevojshme, siç bën edhe Pali, pra që të hedhim themelin, atëherë nuk kemi asnjë bazë mbi të cilën ta mbështesim zbatimin.